krahu I luftës Ne s'kemi nuk shu, as për ty, as për baton. Ja, ngëm. Në krahu I luftës, tha që në moj men 2002 të drejtën. Po më pengëna përshë edhe e tolerojnë, edhe I lojna më full. E shpallët në ngrata ata të shpetet edhe... Batonin herë me Berisha, herë me Roma, kërët është me Berishën e shonë Roma, kërët është me Romën e shonë Berisha. Ka shumë. Si do qufë? Pishan pëse janë Shqipërisë, pëse janë problematik Pishan. Pra, absolutisht. Problematik I duken Beratit. Jo. Edhe për mu dhe për kretë në ashtë. Po. Kërkush me mlonë me përfundu se unë e besoj që... Për të shame ja japim dorën. 22% të kosovarëve mendojnë që jo. Për ju po. Jo, për këta s'kan hynë zjedhë as njerë, këta që I përmendi, për të shame ja japim dorën. Përmendin familje, përmendin kotë, E gjithë fushata mediatike që unë kam ndjek në Kosovë, dhe ti e di që e kam ndjek, ishte me Dejona Mihali. Jo. Dejona Kush është Dejona Mihali, portreti Dejona Mihali. Këtu kam qenë studio kur e nëzorën agente të Rusëve, të Serbisë dhe të Greqisë. Ja, ti qa këna nëzirë? Ata këna nëzirë një hajni. Ajo është një grup të WhatsAppit të I morë vendime për termocentrale. Njeriu I bërë pyetje vetës, ore, si ka mundësi që 22% nuk e shojnë? Po kanë rrë 10%. Kjo është relativizimi gjithë shkaj, se shka të që thuhet. 10% zjedhët e fundit për zjedhët tjera. Që tashte po thojnë që është edhe 10 tjera kanë rrë. Ore, tash po thojnë dhe 20, po. Jo, 10. Jo, kena mirë dzukta. Që këtë njësur të relativizoni gjithë shka. Se thash do bëhet për Kosovën, nuk ka lidhje me Shqipërinë. Tash po dalë të Shqipëria, sonës mëj. Mende s'kan folur. Sa I përket Shqipërisë, Albin Kurti, jo, qërë, unë e kom thonë edhe në studio atje në Shqipëni, atje janë, dhe më thonë, zgjedhjet lira ditën e zgjedhjeve, që e përdoret një term shpesh, thojnë zgjedhjet pandershme për të lira, dhe më thonë, zgjedhjet Shqipëri janë të pandershme për të lira, pse janë të pandershme? Pandershme janë se qeveria, si më thonë, e ka një përparsin krahasi me opozitën, që nuk mund është me mujtë partin pushtet. Cila është përparsia? Numri punësumve, partijak, në organet shtetënore, është ma I madh se sa në krejt rajonin në Shqipëni. Dhe më thonë, Shqipëria për kokë banori... Për kokë banori prinë krasur me zilë të rajon. Binë shumë prinë. Kosova ka dikun 5.5% banorëve punojnë në shtet, Shqipënia ka dikun 9% punojnë në shtet. Dhe më thonë, edhe një herë më shumë. Aty dy fish. Shto këtë që të Kosova nështë ka pak nalë, dhe më thonë, ata kanë shumë nalë. E para, dhe më thonë që aty është disa 10 ramina që kanë me votu, ata dije që votojnë. E para, a dyta, mediat I kanë kontrol të plot. Dhe më thonë, partija në pushtet, edhe median ku punën shkullaku, dhe më thonë, e kontrolën. Klonin. Dhe më thonë, edhe aja kontrollohet për Edi Ramës. Edhe kontrollohet Top Channel për Edi Ramës, kontrollohet Vision Plus për Edi Ramës, shumica mediave. Media dytë e shkullakut nuk kontrollohet, dhe më thonë, lapsis kontrollohet. Se televizioni po. Debatet edhe atje janë të lira. Po ja që kur si janë dalon zotit shkullaku që t'jetë ndër njës kryesor në klan dhe t'jetë edhe media tjetër... Jo, nuk fusin burg, jo. Jo, debatet janë të lira, të fevziu... As ta mbyllin median. As nuk jetojnë ta mbyllin. Të fevziu, të grida duma, mundesh me folë qështu qësh folëm këtu. Dalimi jonë me atje është, lajmet atje janë me kaset. Dhe me thonë, lajmet I qënë pushtetet dhe thëtë nisja qështu edhe dhe në fund. Se në debatet qështu shahësh, e shonë Ramën I thush bandit, kriminel, gruja, vlau, si cilin sen e thush. Po aja dhe ato e tolerën vetë, dhe më thonë, aty veç këto makinat të më dha mediale, I thët ju veç lajmet I banin mirë duhun. Dhe më thonë, unë të adhon kasetën të e publikon. Pra, mediat e para, oligarkin, bizneset të më dhaja, krejt anojnë ka Roma. Dore në zemër ka nanu edhe ka Berisha. Që to shumica, krejt. Dhe më thonë, qëta që ka janë njërës më të pasur në Shqipëni, në fakt janë po të pasur me Berishën, ku ka ardhë Ramave që kanë shkuj kanë sokot në derë dhe Ramës, e po tash, kur për rendit keq ta faktor, atër është problem me rëzu Berishën. Problem me rëzu Ramën, e po sa qërisht është problem, ku që 32 vjetë është njëjti njëri kënej. Ora, ka pas zhvillim shkurtimisht Shqipëria gjatë këtyre mandateve të Ramës? Ka pas. Në numra ka pas. Pra, si numra, Shqipënia ka një zhvillim. Dhe më thonë, kër e këshyrë GDP-në, aktualisht e kina 70-11.000 për kokë banorit të Shqipënia. Dhe më thonë, Shqipënia varet prej kusht fillon me madë, më thonë, nëse le të themi tranzicionin natë të dytën, por është rritje enorme ekonomisë. Për natë të dytës dhe I tash Shqipënia e kanë zonë Sërbin, ku Sërbin të ke pas? Jo, është prap veni fundit në Evropë. Në referu raporteve ndërkombëtare. Para Maqedonisë është. Si pas për menes, GDP-në ka 8.575. Sa ka... Në Evropë është prap vendi me I varfër. Maqedonia sa ka molizi? Këta ka dhe I Si do qoftë? Ka mundësi. Raporti varfërisë është vendi me I varfër. Turizmi është rritë masivisht në Shqipëni.
Do më thonë është e pamohueshme kjo. Maqedonia e ka operat 8.624, Shqipëria 8.575. Është poshtë Maqedonisë. Do më thonë, po Maqedonia ke pasi... Jo ma shumë. Maqedonia ka detin, ka plazhin, ka... Jo. Ska rëndësiva tash, kjo e thave vetë, i ka do resurse Ka probleme me emrin. Cilat Rama i ka kapitalizue. Kosova ka 5.000. Sa ka kapitalizu. Me qenë Shqipëria poshtë Maqedonisë, e kupton? Ska deti Maqedonia. Se Maqedonia ka dhe perëndim Diferenca me Shqipërinë. Kosovën është mbi 3.000 diçka dollar. Pse? Ka shumë arsye, pse dhe ju i dini, po. Jo, pse? Bardani mund të dini. Është edhe menaxhimi. Ndoshta. Ndoshta sigur. Po më duket veç për Edi Ramën ndjem të fol.